Përshëndetje nxënësit e mi të dashur. Sot mësuesja do t'ju dërgoj një video për lëndën e matematikës, ku do të kontrolloni njohuritë tuaja. Në këtë test ju do të përgatiteni për testin që do t'ju vi më vonë, për testin e vlerësimit të dytë janar-mars. Çfarë është e rëndësishme tani? Të merrni një dy fleçe matematike, të më ndiqni dhe të zgjidhim këto ushtrime. Ky test do të jetë në një kohë sa të dëshironi ju, pra nuk ka limit, do përgatiteni dhe do t'i shikoni me vëmendje pyetjet. Si fillim, do të shkruani kontrollojmë njohuritë tona. Në fillim të fletës, në krye të fletës do shkruani kontrollojmë njohuritë tona. Më pas do shkruani lënda matematik. Shkruani emër mbi emër dhe vazhdojmë me pyetjet. Do shkruajmë pyetjen e parë, shëno me po ose jo. Për secilin ushtrim, një shembull ua ka bërë mësuese që ta keni dhe më të lehtë. Kubi ka 5 faqe? Atëherë ne dim që kubi nuk ka 5 faqe, por ka 6 dhe për këtë vendosim jo. Koni ka 2 faqe? Do vendosni po ose jo. 6/3 me nga 4 është e barabartë me 21? Këtu e dim që kemi një veprim me shumëzim dhe 6 herë 4 bën 21. Do vendosni po apo jo. Pasi të keni mbaruar ushtrimin e parë, do vazhdoni me ushtrimin e dytë. Qarko shumë fishat e treshit. Ky ushtrim është shumë i lehtë nëse dim dhe shumëzimet mirë. Atëherë 15 është shumë fish i treshit? Po. Dhe e kam qarkuar. 16 është shumë fish i treshit? Jo. Dhe nuk e kemi qarkuar. 18 është shumë fish i treshit? Po, e qarkojmë. 19 nuk është, 20 nuk është dhe 21 po është. Dhe e qarkojmë. Të njëjtën mënyrë do veproni dhe me shumë fishat e 5-ës, të 10-ës dhe të 4-ës. Mbarojmë ushtrimin e dytë. Ushtrimi i tretë. Plotëso barazimet. Këtu kemi një numër të panjohur. Cili është ai numër që po ta shumëzojmë me 6-ën? Na del 54. Atëherë, po të dim shumëzimet, do vendosim këtu 9-ën. 9 herë 6 barabartë me 54. 8 herë 7 barabartë me 7 herë. Këtu kemi vetinë e ndërimit. Dhe do vendosim numrin 42. Cili është ai? Ku cilët janë ata dy numra që po të shumëzojmë? Na dalin 42. Atëherë njërin ta vendosim këtu, tjetrin këtu. Ushtrimi 4. Zgjidh situatën. Janë 72 lule. Do të ndahen në mënyrë të barabartë 4 nxënësve. Sa lule mori secili? Është e rëndësishme që ne ta lexojmë me kujdes situatën. Kur themi do të ndahen në mënyrë të barabartë, atëherë këtu kemi një pjesëtim. Atëherë 72 pjesëtim për 4. Do ta vendosni këtu barazimin dhe do ta gjeni. Nxënësit janë rreshtuar në 9 rreshta me nga 4 nxënës rreshti. Sa nxënës janë gjithsej? Veprimin do ta bëni këtu. Gjej hersin dhe mbetjen. 33 pjesëtim për 5. Shohim 33-shin dhe mendojmë cili është ai numër që kur e shumësoj me 5-ën, më del afërsisht 33-shin dhe nuk ma kalon. Atëherë është 6-ta. 6 herë 5 30 plus 3 33. Në të njëjtën mënyrë do veproni dhe me 40 pjesëtim për 7 dhe 15 pjesëtim për 2. 6-ta. Plotëso. Sa minuta janë nga 9:55 deri në 10:05? Atëherë janë 10 minuta. Dhe të parën e ka për mësuesja. E keni këtu 10 minuta. Sa minuta janë nga 11:25 deri në 12:50? Atëherë këtu një shigjet dhe vendosni sa minuta janë. Ushtrimi 7, vizato figura dhe ngjyros pjesën e thyesës.
Për secilën thyes ne do të vizatojmë, ju do të vizatoni figurën. Të parën e ka bërë mësuesja, një e dyta. Kam vizatuar një figurë dhe kam darë në 2 pjesë. Sepse kemi thënë, dyshi tregon se në sa është ndarë figura. Njëshi, që është numëruesi, tregon se sa kemi marrë. Atëherë, figura është ndarë në 2 pjesë dhe kam marrë 1, e kam gjyrosur. Kështu do veproni dhe me 3 thyeset e tjera. Dhe ushtrimi 8 është një situatë problemore. Nerina kishte një shiri të gjatë 30 cm. 1/3 e shiritit i dha shoqës së saj, Jetës. Pjesën që mbeti e mbajti për vete. Sa mori secila nga vajzat? Atëherë, si fillim do të gjeni sa i dha shoqës së saj 1/3 e 30-s e barabartë me 30-ën e pjesëtoj me 3-shin dhe na del 10. Pjesën që mbeti e mbajti për vete. 30 minus 10 barabartë me 20. Pra, 10 i mori Jeta dhe 20 i mori Nerina. Pasi të përfundoni këto, pasi të përfundoni zgjidhjen e ushtrimeve, presë të më dërgoni me foto. Ju falenderoj dhe ju puth fort.